Festa e karnavalive për 2 ditë risolli një nga traditat më të bukura të Gjirokastrës, e cila u përmbyll mbrëmjen e së shtunës me djegjen e dordolecit. Rituali i fundit i karnavaleve simbolizon një pastrim simbolik ku çdo gjë negative digjet për të zënë vend e mira dhe e bukura. Simbolizon që gjërat e këqija të ikin dhe gjërat e mira të vinë. Ne sot i mbyllëm karnavalet, që një festë shumë e bukur, u organizuar shumë bukur, ma më pëlqeu shumë. Djegja e dordolecit u bë në atmosferën e këndshme të kërcimeve latine që erdhën të interpretuar nga kërcimtarët e vogla. Sot kaluam shumë bukur, u argëtuam shumë, ne kërcyem dhe unë mendoj se kërcyem shumë bukur. Karnavalet janë shumë të bukura për fëmijët. Sot morëm pjesë edhe te djegja e dordolecit. Ne u kënaqëm shumë. Këtu do kërcej kam për të treguar një kërcim që jemi përpjekur me mësuesi Altin dhe ne do ta kërcejmë këtu sot, që ka lidhje edhe me karnavalet. Pjesë e këtij aktiviteti të bukur jemi bërë edhe neve së bashku me fëmijët që ndrajon, kur kemi ardhur për mbylljen e festimit të karnavaleve. Është dita e fundit sot, do të ndjegim dordolecin. Ne performojmë sot me kërcime me ritme latine, shumë të bukura të gëzueshme për fëmijë, me veshje plot me ngjyra plot të gëzueshme, plot hare, për të pritur një verë sa më të mbar, sa më të bukur dhe sa më të begat për të gjithë. Karnavalet dhe organizimi i të së verës çelën siparin e kalendarit të pasur kulturor që qyteti Gurth do të ofrojë përgjatë gjithë sezonit turistik.